Unë kam ba 55 vite. Se cila femër mund të më kushtu gjysë ore vetit. Pa morë parasysh, a i ka fëmijë në vogël, a i ka fëmijë në mdhej. Mos flej gjysë orë ma tepër. Zgjohën gjysë orë ma heret, kushtoja vetit, rrugullavë, ndreqo, zhidër poshtë. Pa dash vetit ti absolut kërkan sonë në danë. Unë nuk di mu nalë. As kafe nuk e pijë në pa rrugullu për vete. Kapi flakt, lyje ftyrën, visho del poshtë. Se unë jam njerë pozitiv. Gjumëni, unë kom punu të gratë, të plaka. Ka qenë gruja 92 vjeqe. Kur ma qelë këderen, e lyme në gjyme, me të kuq, bus të kuqe. 92 vjete. Përshëndetje për krejt miqë mi. Sot jemi këtu në Prishtinë, në lagjë Muharrem Feza dhe kemi arë tek Ida Jetë të Blakaj. Ida është një grimire e cila ka këtu studio në lagjën Muharrem Feza, edhe është 55 vjeqare, po që duke sigur mi pas 20 vjetë. Nuk keni me besu as jo, hajde një bashkë me mu, ta shohim se qysh po duket ajo. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e? Një femdetje. Eliona. Kam kontaktu me Ida Jetë Blakaj, do më thonë për me orë dhe këtu me bo një intervista, më me ditë ku është? Unë jam Ida. Do më thonë Ida Blakaj jeni jo? Po. Si jeni? Mirë femdet, mirë. Ju si jeni? Mirë femdire, qysh po kalon një ditë e juja? Mirë shumë, mirë femdet, mirë. Qysh e keni këtu punt me studio me si grimire? Mirë shumë, mirë. Tregona pak eksperiencën tonë rreth kësaj studio. Eksperiencën ime është shumë e mirë. Kam fillu që 2 vite këto. Në fakt që 4 vite, në kohën e pandemisë kam fillu me make-up, artiste, edhe me gjana tjera, me vetla, me shumë tjera, lami tjera. Edhe kam marrë dhe kam shprej dëshiren që marrë në Kosovë me hap biznesin tim. Ju nuk keni jetu pak ma herët në Kosovë? Jo, unë kam jetu 30 vite në Gjermani, 2 vite ka që jam këtu në Kosovë, jo total kështu krejt, po gjys jam, se edhe ati kam punën, kam klientat e mi edhe nuk du me i hup. Ida që 30 vite tha që keni jetu në Gjermani, jashtë Kosovës. Tregom sa vjeti ki se 30 vjetë, tash sa po përshate, sa vjeti keni jo? Une kam ba 55 vite. 55 vite keni ba? 55 vite, po. Tregom e pak cilë është sekreti i krejt bukurisë tënde? Sekreti është nështë pak genetike, thamë drejten, edhe pak kushtim që ishte në vetit paka shumë, se nuk është shumë e vështirë me kushtu vetit, i ki nështë gjysore me nxes, edhe ti ki me nej tërë ditën kështu, që s'ke nej vërmakt madhë, me punu duhet, pa dyshim që puna është punë, po. Ama me kushtu vetit nuk është edhe shumë zarë. Se cila femër mund të me kushtu gjysë ore vetit. Pa morë parasysh, a i ka fëmijë në vogël, a i ka fëmijë në mdhej. Qështë do të me kushtu vetit rëndësi një femër? Qorë, mos flej gjysë orë ma tepër. Zgjohën gjysë orë ma heret, kushtoja vetit, rrugullavë, ndreqo, zhidër poshtë, ose aty ku i ki shpinë, ose venin tanë, për shembull. Edhe ti e shën vetin mirë, kur e shesh vetin mirë, ti pa tjetër që dukesh gjithherë mirë, se mas parë du të me desh vetin, e kuptoni? Pa dash vetin, ti absolut kërkan sonë në danë. Kjo është e qëta. Do më thonë, një femër duhet me ja kushu mas pari vetit të rëndësin para se mi përfundu gjitha gjana tjera që i përket asaj. Sigurisht, po. Që shkon një ditë e zakonshme juaja? Një ditë e zakonshme shkon gjithmonë kështu si jam edhe me punë. Unë nuk di mu nalë. Do më thonë, çdo mëngjes ju që unë i grimoni? Po. Ja kushton një vetit të rëndësin fillimisht? E para. As kafe nuk pi. As kafe nuk e pijë në pa rrugullu për vete. Nuk rrugullone që më thonë aq shumë. Thjesht, po, me pa vetën që krejt në rregull jam. Pastaj vini në studio? Sigurisht, me njëherë vinë në studio. Cili kishte me qenë për shembull një mesazh që ja kishte drejtu femrave të cilat nuk po themi që nuk i qëndrojnë vetit gati, po për shembull një pjesë më ja kushu më të rëndësishme vetes për me qenë për shembull sikur jo. Unë e tregova qysh në fillim, me kushtu me pas gjysore vetëm për vete. Jo, hiç më shumë, nuk i duhet më shumë se gjysore, kërkujna, absolut. Kapi flakt, lyje ftyrën, visho del poshtë. Pa, lullë veç pjesa e grimit për shembull edhe e rregullimit flokëve, për shembull, a nuk duhet me konë një njëri psiqikisht i përgatitur, pozitiv? Duhet më konë pozitiv. Kjo ka ndiku ndashta edhe të onë shumë, se unë jam njerë pozitiv. Nashta i kam sekundat. Mujë mi pas, çdo njeri mund mi pas sekundat, po unë jam njerë pozitiv për gjithçka. Ju thatë ma herët që mundet me qenë edhe pjesë gjenetike në familjen e juaj. Po. Dhe më thonë, kush prej familjes tane është kështu, sikur jo? Nana ishte edhe baba.
dytë ishin kështu, të mbajtun, janë kanë të përmenën, të më thonë në komunit i Sogut, për mbajtjen, për pastërtin, për dukin e tyre gjithmonë që shëndalë ata. Edhe na, gjithë i kemi ga. Një më të mi që imi kanë të regullë sikur për në tonë, gjithmonë. Ju jeni 11 fëmijë? 11 fëmijë, po. A janë krejt kështu si ju fëmijët? Për fat keq 2 si kina. 2 na kanë vdek, 3 po, që më bëj jeta vazhdo. Ju vazhdoni me mbajtë kështu veten e juaj. Si që jeni tash edhe duhet me qenë një pjesë shumë pozitive që ju... Pa kon pozitive ti asnjë gjë nuk bën jetone. Absolut kur gjë. Nëse jeti me negativitet, ti s'mon kur gjë. Absolut. Qysh i shef për shembull gratë kosovare ose gratë gjermane, pasi që ju ka rënë jetu në 2 shtete të ndryshme. Qysh i vlerëson ti? Nuk është që i vlerësimi është i njëjtë, po varet sa kushton gjithmonë secila vetes, se për shembull të njëjta janë. Në Gjermani është, ndoshta unë kam punu te gratë, te plakat. Ka qenë gruaja 92 vjeçe. Kur ma qel derën e lyme në gjyme me të kuq, busë të kuqe. 92 vjete. Aja. Edhe qa që majtëne, e finerat, këtë në regull është, këtu gjojnë të një gru 92 vjeqe. Okej, ka, nështë 10% janë. Po edhe këtu e majnë veten, po paka shumë, që edhe mundësia është. Mundet me qenë mundësia dhe koha që e kanë kalu. Mundësia, kohën që e kanë kalu. Këtë, unë i kuptoj gjitha krejt. Unë s'më me folë për as për këtu, as për atje. Vish mirë që me folë, se jo diçka negative. S'mund dhe me folë. Se vetë jam femën. Nuk mund me folë, se si a dion e tjetërës, se çfarë pozicioni ka, çfarë vujqesh ka. Nuk mund me krahasu ata me veten time nashta. Si e njofën e veten time. Për ata unë nuk i kritikoj asnjë. Pse je tash në Kosovë nëse ke lëshu Gjermanin? Ka më bukur se veni yt. Bukë djath në sofër. Të kënaqesh bre? S'ka gjë më mirë se veni yt. Sido që të ashtë, ti venin tanë s'mundesh me shoh. As me thonë që është i keq. Venin tem, ku kom lind, e jam rrit, unë nuk e ndraj. Unë se ndraj me parajs venin e Kosovës. Mu me të regu drejtën dyqysh edhe pak më vjeni nati, unë për balte e këtu mu do këti ma bukur se une. Po të regon pak, për shambull, qysh duhet me qenë një vajzë e ndërtu me gjitha të mira, për shambull, si kur ju. A keni ju fëmi? Po, unë kam një djalë e 2 vajza. Qysh duken vajzat e tua? A janë kaona jote? Kaona ime janë, të tretë. A beson që edhe ata kanë me do kështu në vjetë tyre kur të mbrejnë? Trend për duke tyne, në thonë një fjallë, trend janë për dukje. Qash kanë dëshirën për mu do bukur. Besoj që kanë me ndjekë edhe rrugën time. Gjithçysh? Gjithçysh. A shkoni ju në fitness? Jo. Kohën e pandemisë, kur ishte gjithë shka më shelën, na u do ke më nejtë katë në shpe, hajtë për dalim adin, po dhe atje që shkëshim, asë gjësë bëjshim, vëqë hajtë se me hupë kohën që gjithë shka ishë mbyllë. Punë s'kishim, ku më shku jo, ishte ndalu me gjithë kohë në Gjermani, s'kishët i kur gja, veç ushqimorët i kishët hapne. Edhe një 2 muj, me aftan që një 2 muj kam shku, po jo që kam bodi shka, po vetë jam genetike. A kujdesni në ushqim, për shambull? Jo, absolut. E vetë mja unë jam familje që nuk kujdesni në ushqim. E vetë mja jam anë. A mundet Kamila me bon një zonë prej fytyrës deri te gishtat e kamës, sepse nuk po mundet me u besu kjo pjesë. Po vjen shumë mirë që ekzistojnë kësi gra ende në vendin tonë, po edhe kudo që janë, sepse janë... Po edhe janë bëshefne, se ka plot. Nuk ka femna më të bukura se shqiptarët. Nuk ka femna. A keni pas ndonjëherë kritika për shembull që keni bë botox, ndërhyrje kirurgjike në pjesë të juaj? Çdo intervju që kam dhënë ose çdo foto që kam postuar ka thënë full botox është. Tregoj sa të kemi si për me. Ja, s'mban mua kurreshti ajo punë, ajo gjithkusht ka mendimin e vet, gjithkusht e mendon ashtu. Po natë tash pak po hyjdisim pak fotot e po rregullon, tani dukesh që je botox full. Po jo, s'jam botox absolut hiç. Nuk e ke asnjë pjesë domethënë botoxit. Naj, në gjithë në Gjermand. Më fali se thashë të naj. Nuk ka lidhje. Se më kesh dikush tani. Pa dartë. Tregoma pak jetën tonë në Gjermani edhe në Kosovë. Cili kishte me qëndallimi ku të ka pëlqyer më shumë jetesa, ose pse je tash në Kosovë nëse ke lëshu Gjermanin? E din ti diçka? A ka më bukur se veni yt? Bukë djath në sofër. Të kënaqesh bre? S'ka gjë më mirë se veni yt. Sido që të ashtë, ti venin tash s'mundesh me shoh. As me thonë që është i keq. Çdo që të ashtë, rrugë me mbeturinë apo çka do që të ashtë, prap veni yt duket i bukur. Unë se ndraj me parajs
vendin e Kosovës, me një vend tjetër, me Europë, ose se për të Europës kam dalë, për shembull. Unë se ndrej, vendin tem, ku kom lind, e jam rrit, unë nuk e ndrej. Kjo është për mu prioritet. Jes pare kam këta. Unë ku marrë dhe kam qelë biznesin tem, dhe që ku jam që 20 vjetë, pa pik problem. Ati kam full, ati janë slivriti, s'moj me që kryt për termineve. Nusja ka 200 euro, me flak me grem. Thjeshtat e kanë 60 euro. A keni shumë fitime këto në studion që e keni në Kosovë, apo keni pas në Gjermani? Ashtë si kur njej, me raste ka ma shumë atje punë, për shtator dhe në dhjetor, të nëne me termine, herë këtu, herë atje, herë këtu, herë atje. Po në Kosovë, për shembull, kur keni ardhur, a keni pas ndonjëherë në thojza, po tham, ofendime për dukjen e juaj, për shembull, qysh një gru në moshë mundet me mbajt kështu veten ende, për shembull, se në Kosovë njihemi ndryshe. Në Gjermani është krejt tjetër, në Gjermani nuk shikon kërkosh. Po nuk të këshyr kush në rrugë të në Gjermani. Po fiks. Si interesant kërkujna. Okej, në Kosovë e kem na vetë mentalitetin, na smujmi i kasajna. Na imi kanë dhe kemi me qështu. Po së më bërë për shtypje muaj, apo kuto që të tëtë, mu së mjera i përsan, ose ajo, ose aj, mu së mje kërkush, vetëm familja jeme. Për që unë ku marrë dhe këmë qelë biznesin tem, biznesi jem është, unë jem njofë mes biznesit në shta, ma tepër, ose në përmjet grupeve grave. Kjo mu më ka që pak ma nartë. Keni bëha pjesë edhe në grupet grave? Po, unë jam pjesë, plot ka grupet grave që jemi, që veçëm aty nështë vetëm sa që kënaqem. Me postime, me hajgare, me tema, qështu. Ju pëlqen pjesa të mirën e veç me rrethin e grave, që keni edhe studion, për shembull, këto. Po tregon pak, për shembull, kur keni ardhur në Kosovë, cili ishte me qenë arsyeja më e madhe që me vazhdu me studio, grimire? Grimire, po. A e keni pas edhe, për shembull, ma herët pjesën e grimit edhe Gjermani? Po, unë kom pas 2 vjetë në Gjermani, edhe jam shumë e lumtur që kam njerë atje. Atje kam fillu me të madhe. Tani këmë thonë, okej, masi ma dhanë mundësin mu, ma ardhë këtu, unë e erdha. Dhe shajtë të provaj, si ashtë mundësia në Kosovë. E për fatë mirë, më ka jesë, shumë mirë, fëndërëj Zotit më shpare, të një njerëzve që ndimes që më kanë dhanë, edhe mirë, ka jesë mirë. A keni shumë fitime këtu në studion që e keni në Kosovë, apo keni pas në Gjermani? Ashtë si kur njejtë. Nështë me raste ka ma shumë atje punë, për shtator dhe në dhjetor, nashta, po thamë, po është e njejta. S'ka diçka, mundet po është nalë pak diferenca madhe me kam. Se jo, njejtë është. Cili ishte me qenë, për shembull, nëse veç prej shtatorit deri në sezon, kur jemi në sezon të verës këtu në Kosovë, ke ma shumë punë, për shembull, në Kosovë, kur jenë pjesën e verës, apo atje kur t'jesh... Sigurisht, se këtu në maj ki maturantet, në qëshorë më duket janë, qëshorë, maj qëshorë. I ki edhe këto që i kryjnë 9. klasë. Semi-maturantet. Po, plus e ki sezonin e korrikut të gushtit, të më thonë me dasma. Mirë është, është pak ma shumë nashta, ndikan kjo pak ma shumë, e shoh që është pak ma e madhe, po në atje ma e mirë është që atje këm vetla ma shumë, për shembull. Po. Atje kam full. Atje janë slivriti, s'moj me që kryt për termineve. Të më thonë, për ditë e kam, për ditë termine kam. Kjo ndikan nashta pak ma shumë puna e vetlave në Gjermani. Me kapi ma shumë këtë bëhet. Atje janë dasmat në gjysë shtatorit, deri në gjysë dhjetorit. Tani është një farë pauze, deri në fund në fund të shkurtit, ose gjysa shkurtit, tani fillan. Tani në me termine, herë këtu, herë atje, herë këtu, herë atje. Sa më nëshme i menagju? Shumë mirë. Dhe sa jam shumë e fort, unë se kam pikë probleme. A ke pas ndonjëherë ndonjë problem serioz me shëndetin? Po, jeni në top forme dhe është e çuditshme për shembull nëse dëgjojmë një problem serioz që ke pas. Po, 2 herë më kanë, 2 herë kam pas zemrës, 2 herë unë veç kam ikë për dynja. Edhe me ato farë klikim, ato farë zemrës, më kanë këthy prapë, edhe që ku jam që 20 vjetë. Pa pikë probleme. Do më thënë unë më bes pa fjallë. Eq kur për ju dëgjoj kështë të folën e po më bes pa fjallë. Tregon pak, sa më nëtë me qenë një termin, një qmim për një nuse që vjen regullot këtë të jo, me frizur, me greme, gjitha. Unë nuk i kam ba qmimet shumë të nalta, kam pas qef me lanë fix kështu. Nusja ka 200 euro, me flak me grem.
thjeshtat e kanë gjërat e tyre. Do të thonë këto që vinë që bëjnë terminet për dasmë që normale, po. Jashtë nusës, do të thonë. Po. Kanë gjërat e tyre. Kom lënë çmimet që mujnë në Kosovë, mujnë me qatë çmim me përballu. Jo në ato çmimet e nalta. Se unë e di e kuptoj se nështë edhe vetëm konë është pa lek. Edhe vetëm konë. Edhe kuptoj gjenën në Kosovë që janë, për shembull. Këtu po e shohim se brenda studios që e bën edhe grimin, po shohim edhe pjesë fusonave, a lëshoni me qira? Po, krejt me qira i lëshaj. Do të thonë 2 në 1 i bën pjesë. Po, këto janë thuja gati gjitha të mia, se është masa vogël, ose edhe të vajzave mia, edhe atje i kam fusonat, atje janë do të mia, do të vajzave dhe do të motrave, kështu që mi kanë dhënë për me qira. Ta i lëshoni me qira, do të thonë për ato që vinë këtu dhe janë të interesume. Po, edhe kum pas vitin e kaluar bukur shumë. Kom pas shumë. A e keni këtë sezon që po vjen 2025 të ngarkume me studio? Po, paka shumë po. Tash kanë fillu. A do ju bën përshtypje edhe momentin kur vinë, do më thonë për me rrullu edhe kur të shojnë, a ju bën përshtypje duke ju? Sigurisht, me të parë herë kur hynë, thojnë, sikur ti prezentimin që e bane, në fillim, nuk njofin, Pelypi hiden. Thëmë, po unë jam. Ti je, thëmë, po unë jam. Hajde ornani. Edhe nuk e besojnë, ka pas rast nështë edhe shoqënia që kom punu 10 vite me ta, më ka drejtu, më ka thonë Pelypi i dejtë e blokaj. Kam thonë, po unë jam, si ka mundësi ti që je. Ka thonë, po vëlla, unë jam, po unë kja jam, unë s'di që kam ndryshu, unë kja jam. Dhe më thonë, kështë. Po vjen shumë mirë idejtë për krejt dukjen tone edhe për krejt motivin edhe pozitivitetin që e shfaq tek vajza, tek gratë për me u dok një gru si te, për shembull. Sigurisht. Po vjen shumë mirë. Na femrat e Kosovës janë përgjithsisht bukura krejt. Janë zojat, janë punëtore. Secila femër duhet me bë me ecë përpara, me shpreh dëshirat e veta që kanë, mos me majt ngurta, me shpreh, pavarësisht a ki punën këtu, a ki më larg, kudo që tash. Unë për Gjermani e kam marrë këtu. Unë e di se do në kam familje. Edhe nështë pak e kam lënë familje keq. Është fillimi shumë i zashëm. Unë kam hek, nuk tham që i marrë, nështë veç kam zhdrip qëtu. Ka qenë dhe për mua një vit, ka qenë shumë me stres. Ida tregon pak, cili është mendimi juaj për shembull për bashkëmoshataret e juaja 55 vjeçare plus për shembull që janë, e dim se në Kosovë janë pak të hekuna me jetën që e kanë kaluar krejta këtu, po çysh duhet me mirëmbajt vetën një gru edhe nëse ka pak fuqi? Secila femër, se na femrat e Kosovës janë përgjithsisht bukura krejt. Janë zojat, janë punëtore. Secila gruq ose femër në Kosovës është punëtore. Ajo 100% është sakt. E ka mundësinë, veç ajo që është smut, normal ajo, s'ke mundësi, ose ajo që si ka kushtet. Këtë është në rregull, është për me kuptu. Ajo që i ka kushtet, ka një ide ose një dëshirë për jetën e vetë, për me arrit diçka. Ndoshta s'kam arrit kur gjo po e kom bë ato temen. Ndoshta për sy dikuj s'kom bë kur gjo, po për mendimin tem, unë kom bë për vete. Secila femër duhet me bë me ecë përpara. Me shpreh dëshirat e veta që kanë, mos me majt ngurta, me shpreh, pavarësisht a ki punën këtu, a ki më larg, kudo që tash. Unë për Gjermani e kam marrë këtu, unë e di se do në kam familje, edhe nështë pak e kam lënë familje keq. Po problemi, një plus i madh është që unë shkoj e vi, për shembull. Qaja është plus i madh tonë. Po dhe femrat e Kosovës mujnë me arrit. Po çka mendon për ato që pritojnë? Ashqyqare, do të thonë pritojnë. Po mos pritojnë. Është fillimi shumë i zashëm. Unë kam hek, nuk tham që i marrë, ndoshta veç kam zhdrip qëtu. Ka qenë dhe për mua një vit, ka qenë shumë me stres. E kuptoj se derisa ti bën ti kushtet për me arrit qëtu, është shumë e vështirë. Kërkuj nuk ja beson. Këtë është në rregull ajo. Cilat janë kanë për shembull vështirësitë tua më të mëdha në jetë që kanë ndodhur deri tash? Vështirësitë, ndoshta viti i parë që kam arrit me ardh këtu. Se nuk e kam llogarit që kam hasë në vështirësi. Në pengesa. Jo, pengesat më dhaja, den, po së kam llogarit, me të drejtën. Po ja kam dalë vetëm ose mendimin e motrës teme që kam nalt, që bënan. Mendimin e sajna, jashtë mose. Mendimin e sajna, unë ja kam rrit shumë gjona. Se pavarësisht ajo është me dhimbje shumë të madhe të kresë. Edhe ka marrë nashta një hap që nuk du të me marrë për të ditën mos më dhim kryt, edhe ka dhe skerën me burt vet. Çdo shitore më ka thënë ku kam pas nevojë me mobilu qit lokal. E vetmi ajo ka qenë. Se unë vetëm s'ko mujt. Se njerëzit nuk dalin fjalë. Vetëm që dot s'lajmërohet hiç.
Edhe këto ishin vështirësitë e mia, dhe më thonë 1 vjet. So dush pej zerës me arrit këto. Pej zerës me fillu këtu. Po sa e ki përkrajën edhe prej bashkëshortit tënd për krejt punën që e banë? 100% për gjithëve. Sidomos me financa, kom fillu me financat mia. S'kam desht, thesha, nëse rëzona vetë me financat mia. Nuk du m'ja hup financat kërkujna. Po gjithsesi ti ja ke dalë edhe po vazhdon me e bë punën tonë të mirë. Edhe nuk ti. mu nalë. Vesh, na ditë që ndalet zemra. Zgjonu, mos fleni gjësorë ma tepër, zgjonu ma heret, kushtojeni vetit, dilni për puna, esni për para, kjo është e gjitha. Po sa e ki përkrajën edhe prej bashkëshortit tënd për krejt punën që e banë? 100% për gjithëve. I falëre jashtëmosë. Kjo është edhe një pjesa më e rëndësishme që ti me vazhdu përpara. Po, sidomos edhe vajza e madhe më kanë ndihmu shumë. Sidomos me financa, kur jam konë nashta që më konë mirë, se unë kam fillu me financat mia. S'kam desht, thesha, nëse rëzona vetë me financat mia. Nuk du m'ja hup financat kërkujna. Thesha janë të mijat, hupi. Edhe kom fillu me të mijat. Po në herë ti ngelesh. Edhe vajza më kanë ndihmu shumë. Po gjithsesi ti ja ke dalë edhe po vazhdon me e bë punën tonë që sigurisht, po. Mas edhe nuk mu nalë. Vesh, na ditë që ndalet zemra. Për strejti herë. Po, tregona pak për shembull për punën brenda, çish po heca, ki punëtore, edhe mbrenda sezonës, po edhe jashtë sezonës që punoni? Punëtore marrë vit sezonal, më thënë drejten. Kur s'ka sezonal nuk marrë, se nuk është me I besu shumë. Edhe pse? Nuk vjen me ta hap lokalin. Unë ja la qelsat, e paguj, po nuk vjen me ta qel. Kjo është besueshme. Kjo është më ka bo që me mshel, me shku në Gjermani, me arë, me hap vetë. Kjo është e gjitha. Nuk ke pas besim punëtore që ke pas? Ja, kom pas, I kom hek, vetëm verës marë, sezonal, ndryshe ja. Sa je e knaq me punën e atyre që vinë në Jam e pjesën e knaq, sezonës? shumë e knaq. Jam punojnë 100%, jepin atë mundin e vetë, nuk është për me fola si gjatë për to, vetëm fjallë të mira. Vlerësimin maksimum? Sigurisht. Vlerësimin du të mu jepë. Si do që tjetë. Tregome pak mesazhin e fundit që kishe me jau referu vajzave, grave, cilat duhet me mbajt veten, duhet me menaxhu veten, kohën për to. Qysh mundet me qenë mesazhi juaj? Mja kushtu vetit gjysore, thash edhe më heret. Kja është mesazhi jam. Zgjonu, mos fleni gjysore më tepër, zgjonu më heret, kushtojeni vetit, dilni për puna, esni për para, kjo është e gjitha. S'ka qatë nalë, nëse ti je 100% e vendas në diçka me bon, ti veç vazhdo. Ida, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për krejt miqt e faqes tonë në teren. Është Idajete Blakaj nga Istogo këtu në Prishtinë që po jeton tani, edhe është kjo që po duket në top formë gjitha bukurit që ja ka falë Zoshi, pa botox. Faleminderit. Jo, full botox. Për krejt miqtë e mi, deri në intervistën tjetër të radhës ne shihemi e mirëmbëjtje.